Nata e prime, i dukej si çdo natë tjetër në shtëpinë e Big Brother Kosova. Dritat e bardha të projektorëve e bënin çdo fytyrë më të zbehtë se zakonisht, ndërsa zërat e banorëve përziheshin me muzikën hyrëse dhe duartrokitjet e publikut. Për shumicën aty brenda ishte veç një lojë nervash, një garë fjalësh, një provë durimi. Për Labin, pa e ditur askush, ajo natë do të hapej si një derë e vjetër që fshihej pas shpirtit të tij prej vitesh. Debati nisi për gjëra të vogla, punët e shtëpisë, xhelozit, hatërmbetjet e ditëve të fundit. Suanita dhe Aurora, dy motrat që shpesh flisnin me zjarr, po përplaseshin me Labin për një temë krejt të zakonshme. Fjalët shkonin e vinin, dikush qeshte, dikush ndërhynte, derisa në një çast Aurora, pa e menduar peshën e asaj që po thoshte, lëshoi fjalinë që do ta thyente mbrëmjen, po ti çka flet kaq shumë, kur ke fëmijë me një serbe? Në studio u krijua një heshtje e çuditshme, si ajo heshtja para stuhisë. Kamera u afrua te fytyra e Labit. Ai nuk foli menjëherë. Syt ju ngulën diku larg, sikur nuk po shite më as motrat, as banorët, as moderatorin. Po shite një rrugë balte të fëmijërisë së tij, një shtëpi gjysmë të djegur, një nën me shami të zezë, duart filluan t'i dridheshin. Në fyt ju mblodh një nyje që nuk e linte të merrte frym. Çka the? Pyeti me zë të ulët. Gati të thyer, Suanita tentoi ta zbus, po flisnim në debat, mos e merr personale. Por ishte vonë. Ajo fjali kishte prekur vendin më të dhimbshëm të jetës së tij. Labi u ngrit në këmbë ngadalë. Dukej më i gjatë se kur, por edhe më i brisht. Lotët filluan t'i mblidheshin në cep të syve dhe ai nuk i fshehu. Ju akoma nuk e kuptoni çka po flisni, tha. Për ju fjala serb është temë debati, për mua është varr pa emër. Mua serbi ma ka vra babën. Dhe unë as sot nuk e di ku e ka varrin. Në shtëpi ra një heshtje e rënë. Dikush uli kokën, dikush tjetër vuri dorën mbi gojë. 4 anëtar të familjes mi kanë vra, vazhdoi ai. 4. Axhan. 2 kushërinj, babën tem. Gjithë fisi jem ka luftu me YÇK kundër Serbisë. E ju ma përmendni këtë si me qenë shaka? A ju vjen turp? Lotët i rodhen lirshëm. Nuk ishin lot televiziv, ishin lot që kishin pritur një jetë të tërë me dalë në dritë. Ai nuk ishte mësuar të fliste për këto gjëra. Në jetën jashtë kamerave, Labi ishte njëri i qetë, i tërhequr. Punonte, qeshte me shokët, mundohej të dukej si gjithë të tjerët. Por brenda vetes mbante një histori që nuk plakej kurrë. Ishte vetëm 5 vjeç kur lufta i hyri në shtëpi. E mbante mend si një ëndër të keqe, trokitje të forta në derë, britma burrash, zërin e nënës që i thoshte mos qaj. Bir. Baba i doli atë mëngjes dhe nuk u kthye më. Më vonë morën vesh për Axhën dhe kushërinë. Emrat e tyre u bën fotografi mbi mur, qirin në për festa, plag në çdo gëzim, nëna e tij u thinj brenda një viti. Çdo mëngjes dilte te porta, sikur dikush do t'i sillte një lajm. Labi rritej duke pyetur, ku është baba? Dhe përgjigjja ishte gjithmonë e njëjtë, nuk e dim, bir. Mungesa e varrit e kishte bërë dhimbjen më të egër. Nuk kishte gur ku të linte një lule, as vend ku të fliste me të vdekurin e vet, vetëm një zbrazëti. Në shtëpinë e Big Brotherit zërat u përzien. Disa banor u afruan ta qetësonin. Labi, ulu pak, të lutem, i tha njëri prej tyre. Vëlla, se kanë me të keq, tha një tjetër, por ai nuk po dëgjonte më. Unë këtu kam ardhur me u tregu si jam, jo me mashkel plagën ma të madhe, foli me zë që i dridhej. Nuk muj me nejt në vend ku dhimbja jem bahet material spektakli. Aurora filloi të qante. Më fal, nuk e dija që të lëndon kaq shumë. Si nuk e dini? Ja ktheu ai. Krejt Kosova ka plag. Nuk janë loj këto gjëra. Moderatori tentoi të ndërhynte nga studio, por fjalët e tij mbetën diku larg. Kamera e ndiqte Labin që po hiqte mikrofonin nga kraharori. Unë po largohem, tha prerë. Respekti për babën tem vlen ma shumë se çdo lojë. Teksa ecte drejt derës, në kokë i kaluan pamje të përziera, vargu i burrave të fisit me uniforma të UÇK-s. Nëna që e mbante për dore në zyrat e kryqit të kuq duke kërkuar emrin e babës në lista, nata kur kishte kuptuar se ndoshta nuk do ta shite kurrë, e mbante mend ditën kur gjeti një xhaketë të vjetër të babait në ark. E kishte veshur fshehur azi dhe ishte ulur para pasqyrës. Donte t'i ngjante atij, ta vazhdonte jetën për të dy, por ajo fjali e mbrëmjes ja kishte rrëzuar gjithë muret. Dera e oborrit u hap.
Ajri i ftohti natës e goditi në fytyrë. Zhurma e shtëpisë mbeti pas si një jehon e largët, u ul në shkallë dhe shpërtheu në vaj. Baba, më fal, pëshpëriti. Nuk dita me të mbrojt as kujtimin. Brenda shtëpisë banorët rinin të hutuar. Loja kishte marrë një kthes që askush nuk e kishte parashikuar. Suanita po qante me zë të ulët, nuk desha me e lëndu, përsëriste. Se dija historinë e tij. Por disa gjëra nuk rregullohen me falje të shpejta. Një nga banorët më të moshuar foli: "Ne këtu po harrojmë që secili ka një jetë jashtë. Disa kanë plagë që nuk mbyllen." Fjalët e tij mbetën pezull si një akuzë e heshtur, labi, jashtë kamerave, po përballej me veten. E dinte se largimi do të kishte pasoja, por nuk mund të bënte ndryshe. Për të, nderi i familjes nuk ishte temë votash, i kujtoi dita kur kishte mësuar se ishte bërë baba vetë. E kishte premtuar në heshtje se fëmijët e tij nuk do të rriteshin me urrejtje, por me të vërtetën. Se do t'u tregonte historinë pa i mësuar të urrejnë askën, por atë natë dhe kuptoi sa e brisht ishte ajo përpjekje. Produksioni doli ta binte të kthehej. I folën për qetësi, për dialog, për mundësinë që gjërat të sqaroheshin. Ai dëgjoi, por zemra nuk i bindej. Unë nuk jam kundër askujt, u tha. Por nuk lejoj që dhimbja jem me u përdor. Mendoi për nënën që po e shite nga ekrani. E dinte se ajo po qante bashkë me të. Historia e labit nuk ishte vetëm e tij. Ishte historia e mirë a fëmijëve që u rritën pa baballar, e nënave që ende presin një ështër, e familjeve që nuk patën kurrë një varr. Big Brother i vazhdoi. Por ajo natë mbeti si një vijë ndarse mes spektaklit dhe realitetit, dhe diku në errësirë, një burr i rritur po mbante në duar dhimbjen e një djali 5 vjeçar, duke kërkuar vetëm një gjë: respekt për të vërtetën e tij. Labinoti u rrit me një fjali që i ndiqte pasi hije: Serbi ta ka vra babën. Nuk ishte fjali e thënë me urrejtje nga nëna e tij, por me dhimbje, me atë zë që dridhet kur njeriu përpiqet të mos qaj para fëmijës. Ai ishte vetëm 4 vjeç kur ndodhi lufta, tepër i vogël për të mbajtur mend fytyra, por mjaftueshëm i madh për të mbajtur mend frikën. Zhurmën e çizmeve, mbritmat e lagjes, erën e tymit që hynte nga dritarja e vogël e shtëpisë së tyre në periferi. Në shkollë fëmijët flisnin pa e kuptuar peshën e fjalëve. Serbi, Serbi. E thoshin si loj, si sharje pa adres. Por për Labinotin ajo fjalë kishte emra: babën, axhën, 2 kushërinë. 4 burra të shtëpisë që nuk u kthyen më. Ai nuk dinte as ku e kishin varrin. Nëna i tregonte se trupat ishin humbur, se dikush i kishte parë për herë të fundit pranë një lumi, por asgjë nuk u vërtetua kurrë. Për një fëmijë, mungesa e varrit është si një plagë që nuk mbyllet, nuk ke as gur ku të qash, as vend ku t'i flasësh heshtjes. Vitet kaluan dhe Labinoti mësoi të qeshte si të tjerët. Luante futboll në obor, ëndërronte të bëhej mekanik, të rregullonte makina që njerëzit të shkonin larg, atje ku nuk kishte më kujtime lufte. Por brenda tij jetonte një djalë i vogël që priste të dëgjonte trokitjen e babës në derë. Në çdo burr me flokë të thinjura kërkonte një ngjashmëri, mënyrën si ecën. Si ndes cigaren, si qesh me gjysmë buzë. Kur u ftua në atë emision televiziv, mendoi se do të fliste për jetën e tij, për punën, për ëndrat e reja. Moderatori ishte i buzëqeshur, drita të forta, publiku duar trokiste. Por sa po biseda preku temën e fëmijërisë, diçka u thye. Një nga të ftuarit përmendi me lehtësi fjalën serb, sikur të ishte term historik, i thatë. Për Labinotin nuk ishte fjalë libri, ishte fytyra e nënës së tij kur zgjohej natën duke bërtitur. Ai e ndjeu gjakun t'i ngjitej në kokë. Duart filluan t'i dridheshin. Ju akoma ua përmendni fëmijëve serbin si me qenë përrall, tha me zë të ulët në fillim. A ju vjen turp? Unë nuk e di as ku e ka baba varrin. 4 veta të familjes mi ka vra Serbi. 4. Studioja unë pak. Askush nuk po fliste. Moderatori tentoi ta qetësonte, por fjalët i mbetën në fyt. Labinoti u ngrit në këmbë. Karrigia bëri një zhurmë metalike që u duk më e fortë se çdo britm. Unë nuk mund të rri këtu e me u bas sikur këto janë veç tema diskutimi, tha. Për mua janë eshtra pa emër, janë net pa gjumë të nanës tem. Ai hoqi mikrofonin, e la mbi tavolinë dhe doli. Kamerat vazhdonin të xhironin shpinën e tij që largohej në korridorin e gjallë. Askush nuk e ndali. Ndoshta sepse askush nuk dinte çfarë t'i thoshte një njeriu që mban brenda vetes një varrezë të tërë, jashtë binte shijimën.
Labinoti eci pa drejtim, derisa u gjend pranë lumit të qytetit. U ul në një stol dhe për herë të parë pas shumë vitesh qau hapur, si fëmijë. I dukej sikur po e tradhtonte babën duke u përpjekur të jetonte normalisht, sikur haresa të ishte faj. Ai kujtoi një ditë të largët kur nëna e kishte marrë për dorë dhe kishin shkuar në një zyrë të kryqit të kuq. Në mur ishin varur fotografi burrash të humbur. Nëna i kishte parë një nga një me sytë të skuqur, ndërsa ai luante me një makinë të vogël plastike. Mos u lodh, nan, i kishte thënë një grua aty pranë, shumë nuk gjenden kurrë. Ajo fjali i ishte ngulur në tru më fort se çdo mësim shkolle. Pas emisionit, rrjetet sociale u mbushën me komente. Disa e përkrahën, të tjerë e quajtën të tepruar, i thanë se duhet të shohë nga e ardhmja. Por kush mund t'i tregoj njeriut kur i mbyllet e kaluara? E ardhmja e Labinotit ishte ndërtuar mbi boshllëk, ditët që pasuan ai nuk doli nga shtëpia. Nëna e vëzhgonte në heshtje, sikur të kishte frikë se po e humbiste edhe djalin e fundit. Një mbrëmje ajo i solli një kuti të vjetër prej druri. Brenda ishin disa fotografi të babës, me kostum dasme, me shokët në ar, duke e mbajtur Labinotin foshnjë në krah. Mos e mbaj krejt këtë dhimbje vetëm, i tha. Baba yt nuk do të donte me të pa kështu. Ai i preku fotografit me kujdes. Si të ishin të gjalla. Për herë të parë mendoj se ndoshta detyra e tij nuk ishte të ruante zemërimin, por kujtimin e butë të atyre që ikën. Të fliste jo për hakmarrje, por për dinjitet, pas disa javësh vendosi të kthehej në ekran, këtë herë me kushtet e veta. Në një intervistë tjetër tregoi historinë pa britma. Fol për fëmijët që rriten me plagë të trashëguara, për nevojën që shoqëria të mësojë të dëgjojë para se të gjykojë. Unë nuk urrej askën, tha në fund. Urrejtja ma ka marrë babën, nuk dua t'i jap edhe shpirtin tim. Fjalët e tij prekën shumë njerëz. Disa familje të tjera të zhdukurve e kontaktuan, krijuan një grup për të kërkuar reshtrat. Për të mbledhur dëshmi. Labinoti u bë zëri i atyre që nuk kishin mikrofon. Ai ende nuk e di ku e ka varrin baba, por tashmë e di se nuk është vetëm. Ndonjëherë, kur kalon pranë fëmijëve që luajnë në park dhe dëgjon ndonjë prej tyre të përmend me shkujdes fjalë të rënda, ai ndalet dhe u flet qetë. U tregon se fjalët kanë peshë, se pas tyre fshihen jetë të tëra. Fëmijët e shohin me habi, por diçka mbetet tek ta. Historia e Labinotit nuk është vetëm e tij. Është e mira shtëpive ku karriget kanë mbetur bosh, ku fotografitë janë bërë altar të heshtur. Është kujtesa e një populli që përpiqet të ecë përpara pa i harruar të rënën. Dhe çdo herë që ai merr frym thellë e zgjedh të flasë me dinjitet, jo me urrejtje, i duket sikur një gur i vogël vendoset mbi varrin imagjinar të babës, një gur që thotë, nuk të kam harruar, por po mësoj të jetoj. Shtëpia atë ditë dukej më e ngushtë se zakonisht. Muret e bardha, që dikur dukeshin neutrale, tani krijonin ndjesinë e një labirinti ku çdo hap dëgjohej dy fish. Alba ecte nga salloni në kuzhinë, nga kuzhina në korridor, me një nervozizëm që nuk po e fshite dot më. Prej ditësh ajo ndjente se treshi lëndrimi, Klodi dhe Eliona, po e largonin me qëllim nga çdo bisedë, nga çdo cep ku ajo përpiqej të afrohej. Nuk ishte thjesht ndjesi. Sa herë ajo ulej pranë tyre, biseda pritej. Sa herë hynte në dhomë, dikush gjente arsye të largohej. Ajo filloi t'i ndiqte jo nga dëshira për t'i provokuar, por për të kuptuar çfarë po flisnin që nuk donin ta dëgjonte. Atë pasdite gjithçka shpërtheu. Alba u afrua drejt dhomës së gjumit ku treshi po bisedonte me zë të ulët. Sa po e pan në prag, lëndrimi u ngrit dhe, pa thënë asnjë fjalë, mbylli derën. U dëgjua klik, u i tha të i bravës. Alba mbeti e shtangur. Hapeni derën, tha ajo nga jashtë. Asnjë përgjigje. Ajo trokiti sërish, më fort. Nuk keni të drejtë ta mbyllni derën. Kjo është hapësirë e përbashkët. Nga brenda u dëgjua zëri i Elionës, na lë rehat pak, Alba. S'po të bëjmë gjë. Por pikërisht ky ishte problemi, po i bënin diçka që rregullorja e shtëpisë nuk e lejonte, izolimin dhe bllokimin e hapësirave. Alba u kthye në sallon me hap të rënë. Kamera e ndoqi çdo lëvizje të saj. Ajo fliste me vete, por në fakt fliste për publikun, për produksionin, për çdo që po e shite. Kjo është për ndjekje ndaj meje, tha me zë të lartë. Më mbyllin dyert, më bllokojnë hapësirat, s'më lën të ulem askund. Hygerta e dëgjoi dhe ju afrua. Çfarë ndodhi?
Po ndodhi ajo që po ndodh çdo ditë. Unë afrohem, ata mbyllen. Si të jem armik, jo banore. Tensioni u përhap në gjithë shtëpinë. Klodi doli nga dhoma i acaruar. Mos e dramatizo, Alba. Thjesht po flisnim. Po pse e mbyllët derën atëherë, ja ktheu ajo menjëherë. Çfarë fshihni? Lëndrimi ndërhyri me një ton më të ashpër, nuk po të përndjek njëri. Ti je ajo që na në dyja. Ek hap pas hapi. Fjala përndjek ra si bomë. Alba u prek thellë. Unë jam këtu si ju. Kam të drejtë të jem në çdo dhomë. Debati po merrte për masa që askush nuk i kontrollonte dot më. Banorët e tjerë dolën nga kuzhina, disa për të qetësuar situatën, disa thjesht për të parë spektaklin e radhës. Dhe pikërisht në atë moment u dëgjua sinjali i njohur i shtëpisë. Zarfi i zi. Salla un pak. Çdo herë që vinte zarfi i zi, dijej se loja kishte kaluar kufi. Alba ishte e para që foli. Ja pra. Këtë po ju thosha. Vëllai i madh, me zërin e ftohtë dhe zyrtar, nisi të lexonte rregullin. Bllokimi i dyerve dhe i hapësirave të përbashkëta është i ndaluar. Çdo veprim që izolon një banor ose e pengon të lëviz lirshëm në shtëpi konsiderohet shkelje e rëndë e rregullores. Heshtje e plodh. Eliona uli kokën. Klodi kafshoi buzën. Lëndrimi u përpoq të duke i qetë, por sytë e tradhtonin. Zarfi vazhdoi. Çdo përsëritje e këtij veprimi do të sjellë penalizime individuale dhe kolektive. Albana.